Shumë shtetas të Republikës së Kosovës në Maqedoni të Veriut nuk udhtojnë vetëm për shopping në qendra tregtare, numri i madh i tyre në vendin ton vijnë edhe për të marrë shërbime shëndetësore. Nga Ministria e Shëndetësisë për televizionin Shenja kanë zbuluar se për vitin kalendarik 2024-2025, 1772 shtetas të Republikës së Kosovës kanë marrë shërbime shëndetësore në klinikat shtetërore të vendit. Gjatë vitit 2024 në Shkup shërbime shëndetësore kanë marrë 991 shtetas të Republikës së Kosovës, ndërsa në vitin 2025 781 shtetas të Republikës së Kosovës, pra gjithsesi janë 1772. Xhenet Veliu nga Ministria ka njoftuar se shërbimet e kërkuara nga shtetasit e Kosovës janë të fushave të ndryshme shëndetësore. Këta pacientë përdorin shërbime shëndetësore nga shumë fusha, por më shpesh janë laboratorike diagnostikuese, ginekologji, veprimtari kirurgjikale, pulmologji, kardiologji, hematologji, urologji, pediatri, nefrologji, neurokirurgji, si dhe në fusha të tjera specialistika. Institucionet shëndetësore në Shkup ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh specialistika. Sipas saj, kjo është tregues për besimin që pacientët kanë në institucionet shëndetësore në vendin ton. Kujtojmë se gjatë kohës sa ishte ministër, Arben Taravari pati paralajmëruar strategji përmes të cilës shtetasit e Republikës së Kosovës do të paguanin shërbime shëndetësore, sikurse pacientët e vendit pa asnjë dallim. Megjithatë, e njëjta ka mbetur vetëm si premtim, sepse nuk dihet ku është si procedurë.